Kampionati kombëtar i U18 në sportin e boksit ka hapur siparin teksa po zhvillohet në qytetin e Shkodrës, në pallatin e sportit Qazim Dervishi. Në total në ditën e parë janë zhvilluar 9 ndeshje, në të cilat skuadra e Vllaznisë pati 3 përballje, duke arritur që të marrë 3 fitore. Kështu në peshën 69 kg, Agron Muriqi për Vllaznin boksoi përballë boksirit të Apollonis, Jemin Korçari, duke arritur që të fitojë pa probleme ndaj tij. Ndeshja e dytë për Vllaznin ishte në peshën 75 kg, ku Andrea Demaj arriti që të mboshtë Endri Mustafaja të Apollonis. Sfida e fundit për Kuqeblut, 18 vjeçari ishte në peshën plus 91 kg, ku Esmerald Sylja siguroi fitoren përmballë Hendri Spaneshit të Teutës. Kështu shkodranët kanë bërë një paraqitje të mirë që në ditën e parë, duke arritur 3 fitore në 3 ndeshje të zhvilluara. Vllaznia përfaqësohet në total me 4 boksier, teksa përveç 3 emrave që fituan në ditën e parë, është edhe Michael Peçaj në peshën 91 kg. Peçaj bashkë me boksierin e Esmerald Sylja kanë siguruar ditën finale, duke shpresuar për fitimin e medaljeve të arit. Në gjysmëfinalet, Vllaznia do të ketë 2 sfida. Kështu në ring, në peshën 69 kg, Agron Muriqi do ketë përballë një boksier nga Berati, ndërsa në peshën 75 kg, Andrea Demaj do boksojë ndaj një boksieri të ekipit privat Arena. Edhe pse me vetëm 4 boksierë në këtë kampionat të 18 vjeçarëve, Vllaznia synon që të bëjë një paraqitje pozitive deri në fund, duke kërkuar kështu edhe fitimin e 4 medaljeve të arit me sportistët e saj. Natyrisht që nuk do të jetë lehtë për shkak të rivalitetit, por Kuqeblut e Ring janë përgatitur për këtë aktivitet për të qenë ata fitues të vendeve të para.